Aktoria korçare Ilda Pepi prej disa vitesh disenjon kostume dhe maska për karnavalet. Ky është një pasion që nuk ka lidhje me profesionin e saj, por është një dashuri që i ka lindur qysh e vogël, kur babai i saj e ka nxjerrë për herë të parë në skenën e karnavaleve në moshën 4 vjeçare. E nëna e saj e ka mësuar të vishet ndryshe nga të tjerët. Herën e parë provoi të ndryshonte një kostum karnavalesh, duke i vendosur disa elementë të veçantë. E më pas, vit pas viti, vjoj të sillte kostume shumë ngjyrshe, të cilat nuk janë vetëm të bukura, por kanë edhe koncepte e mesazhe të caktuara. Këtë vit, ajo është duke punuar për të shfaqur 6 kostume të reja. Dua të sjell më tepër se diçka të bukur, një ide, një emocion, një mesazh. Këtë vit kam sjell 6 kostume. Karnavalet nuk janë vetëm për të rriturit. Kemi shumë fëmijë që na ndjekin, edhe kam bërë një veshje komplet me arrusha. Po sjell 2 kloun që mezi pres ta shoh veshjen përfundimtare, 2 kloun të mëdhenj, dhe emocioni më i madh është që veshjet e mia këtë vit do t'i veshin shokët e mi, aktor. Një nga veshjet më të veçanta, Ilda e ka krijuar me një kundragaz të vjetër që kishte në shtëpi, duke i dhënë shumë shkëlqim dhe shpresë. Kjo është një ndër maskat që mua më pëlqen më shumë. Punimi me grepe, lagur, shkëlqim. Për t'i dhënë shkëlqim kësaj kohe që është kthyer shumë e vështirë. Është një veshje shumë rock, por në kuris ai mban arrushin, edhe një fjongë të kuqe, shpresën, dashurinë për fëmijët, të ardhmen. Festivali ndërkombëtar i karnavaleve është vetëm pak ditë larg, ndaj dhe Ilda është duke i dhënë dorën e fundit krijimeve të këtij viti, të cilat do të shkëlqejnë në paradën e datës 7 qershor në Korçë.